Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen në edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion për të përcjellë lajmet e ditës, përgatitur nga redaksia jonë e informacionit, fillimisht titujt kryesor. Arrestimi i Maduros ishte mahnitës për presidentin Trump, por Venezuela do të vijojë të qeveriset nga besnikët e tij. Gjykata e Caracasit i kaloi të gjitha fuqitë zëvendës presidentes Rodriguez, antare lëvizjes politike të themeluar nga Chavez. Sot presidenti amerikan Donald Trump ja bëri të qartë Delcy Rodriguezit se nëse nuk bën gjën e duhur dhe nëse nuk bashkëpunon me Washingtonin, do të paguajë një çmim të lartë. Një plan i studiuar në detaje ishte ai për arrestimin e Maduros, e gruas së tij që zjanti 2 orë 20 minuta para misionit në Caracas ndërprer energjia. Fortesa e Maduros u rrethua pa i lënë mundësinë të arratisej edhe pse tentoi të ikë nga një dhomë e blinduar qeliku. Trump, i cili ndoqi aksionin e drejt për drejt nga rezidenca e tij, tha se nëse Maduro do të kishte rezistuar, mund edhe ta kishin vrarë. Ish-ministri Ilir Beqa e ngre shqetësimin për mungesën e aksesit që të paraburgosurit ka në dosjet e tyre. Beqa i thekson se proceset në gjykatën e posaçme po zhvillohen mbi mira faqe, që sfaqja dorëson në mënyrë elektronike avokatëve, por që të pandekurit s'mundet i lexojnë pasi në burg nuk i lejohet laptop. Edhe këtë të diel, aksi Librash Elbasan vijon të jetë i rënduar nga trafiku. Fluksi i shtuar i automjeteve nga Korçat e Pogradeci në drejtim të Tiranës ka sjellë radhë të gjata në disa segmente. Pamjet me dron të siguruara nga Report Televizion tregojnë ngarkesën e automjeteve në 2 akse që të çojnë drejt Bradasheshit. Trafiku shtohet edhe si pasojë e punimeve që kanë vijuar në mënyrë të pandërprer për autostradën e re edhe gjatë këtyre ditëve festive. Autoritetet zvicerane identifikuan edhe 16 të rinj të cilët humbën jetën nga zjarri në lokal më e vogla, një 14 vjeçare zvicerane. Në total janë identifikuar 24 viktima, 6 prej të cilëve ishin italian, të gjithë 9-18 vjeç. Dëshmitë e klientëve që frekuentonin lokalin ku ndodhi tragjedia në ndrimin e viteve thonë se dalja e emergjencës ishte gjithmonë e mbyllur dhe para derës së saj ishte vendosur një divan. Ndërkohë, rrësimi i presidentit Nicolás Maduro u prit me festime nga komunitetet e emigrantëve Venezuelas të disa vende të Amerikës Latine në Shtetet e Bashkuara si edhe në Europë. Ndërkohë në Meksik u protestua kundër operacionit të Donald Trump. Në Peru, venezuelasit që jetojnë në Lima u mblodhën pranë ambasadës së vendit të tyre ku kërkuan mbështetje ndërkombëtare me shpresën për ndryshime politike në Venezuelë. Festime më të zhurmshme u regjistruan në Kili, ku qindra emigrantë dolën në rrugë duke kënduar dhe duke valvitur flamujt e Venezuelës. Po ashtu mira të tjerë u mblodhën në qendër të Buenos Aires në Argjentinë. Edhe në shtetin amerikan të Floridas, komuniteti Venezuelas festoi lajmin duke brohuritur për liri. Festime u shënuan gjithashtu në Spanjë, shumë prej tyre duke qarë me lot gëzimi. Ndërkohë në Meksik, protestues u mblodhën jashtë ambasadës amerikane së bashku me presidenten Claudia Sheinbaum, duke shprehur shqetësimin se operacioni amerikan mund të çojë në ndërhyrje të mëtejshme në Meksik dhe në pjesë të tjera të kontinentit. Vim në vend me lajmet nga politika pas 27 ditësh përpara kryeministrisë Adriatik Lapaj nga Shqipëria bëhet ka thirrur protestën e dytë kombëtare. Mbështetës të tij kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit dhe krijimin e një qeverie transitore për 12 muaj që do t'i hapë rrugë zgjedhjeve të reja. Për shkak të kushteve atmosferike, mbështetës të Partisë Shqipëria bëhet ngritën disa çadra para godinës së qeverisë për të kaluar natën në temperatura të ulta. Nuk munguan as përplasjet pasi efektivët e policisë po që në çadrat instaluara dhe shoqëruan disa protestues. Sot jemi në ditën e 28 të qëndresës qytetare përballë hajdutërisë. Sot bota është me lirë se Matan Hoxhanit, një diktator tre Hoxhanit, një autokrat na ka përballë. Jemi përballë atij që erdhi në pushtet për të vendosur rend të ligj. A kemi sot rend të ligj? Po apo jo? Jemi përballë atij që erdhi për të luftuar korrupsionin. A është Shqipëria sot një vend i korruptuar? Po apo jo? Po
apo jo? Ne të gjithë bashkë jemi këtu për të kërkuar dorëheqjen e njeriut më të korruptuar në Europë. Aja dha popujt 83 mandatet që ta vjedh, që ta përdhunoj, që ta tau. Ato mandate sot kanë zero vlerë, sepse populli e di të vërtetën, këta na vjedhin. Pas kërkesave të shumta në gjykat, ish-ministri Ilir Beqa reagoi edhe publikisht, duke ngritur çelësimin për mungesën e aksesit të paraburgosurve në njohjen e dosjeve, mbi të cilat është ngritur procesi ndaj tyre. Ish-ministri i Shëndetësisë thekson se proceset në gjykatën e posaçme po zhvillohen mbi mijëra faqe, që SPAK ja ka dorëzuar në mënyrë elektronike avokatëve, por që vetë pandekurit nuk mundet i lexojnë në ambientet e paraburgimit. Në këtë dhomë në gjykatën e posaçme të mbuluar me dosje, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa sillet çdo ditë nga paraburgimi i Durrësit për të studiuar materialet hetimore të SPAK kundër tij, por kjo mënyrë sipas ish-ministrit nuk është një akses real për të njohur me akte të vlefshme në procesin gjyqësor të nisur ndaj tij për dosjen e sterilizimit. Këtë qëndrim të ish-ministrit e bëri publik në një postim të gjatë në rrjetet sociale avokati i tij Ermal Yzeiri. Sipas Beqait, mënyra e duhur për një proces të drejtë është që të paraburgosurve t'i krijohen kushte për të lexuar dosjen në mënyrë elektronike në ambientet e survejuara të burgut. Sipas tij, institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale nuk e lejojnë të paraburgosurve përdorimin e kompjuterëve pa internet, edhe pse ligji dhe rregulloria në fuqi sipas tij nuk e ndalon shprehimisht një gjë të tillë. Ligji faqësohet për një ndalim që nuk e parashikojnë institucionet shmangin përgjegjësi dhe një e drejtë themelore gërryhet çdo ditë pa zhurmë. Po si munden avokatët të përgatisin një mbrojtje efektive, kur veti akuzuari nuk arrin të lexojë asnjë nga aktet e dosjes së tij gjyqësore, shkruan Beqaj. Beqaj i bën thirrje dhomës kombëtare të avokatisë dhe institucioneve të drejtësisë të reagojnë duke theksuar se pa akses në dosje, mbrojtja rrezikon të mbetet vetëm formale. Ish-ministri i Shëndetësisë thekson në reagimin e tij se proceset penale po zhvillohen mbi mijëra faqe materiale elektronike që SPAK ja dorëzon avokatëve, por që vetë të pandehurit në paraburgim nuk kanë mundësi t'i lexojnë përsa nuk i lejojnë asnjë laptop. Një problematik të ngjashme është ngritur më herët edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe ish-presidenti Ilir Meta, të cilët kanë pretenduar se nuk janë njohur me materialet hetimore, me akuzat se mungesa e aksesit në dosjet cënon të drejtën për të mbrojtur në gjykatë. Edhe në këtë të diel, aksi Librazh Elbasan ka vijuar për orë të tëra të jetë i rënduar nga trafiku, fluksi i shtuar i automjeteve që vijnë nga Korça dhe Pogradeci në drejtim të Tiranës pas festave ka sjellë radhë të gjata në disa segmente të kësaj rruge kombëtare. Ndërkohë që do të shohim edhe pamjet me dron të siguruara nga Report Televizion, ku në të dy akset në Elbasan që do të çojnë drejt të Bradasheshit, shihet një ngarkesë e lartë me automjete dhe lëvizja e tyre është e ngadalt, janë këto pamje të cilat duke në qartë edhe automjetet të cilat lëvizin nga të gjitha anët për të dalë nga Elbasani dhe për t'ju drejtuar më pas Tiranës. Por, për të mësuar më shumë në lidhje me situatën që vijon në këto momente pas 4 orësh të kësaj rëndese të trafikut në qarkullim nga Librazhi drejt Elbasanit dhe se çfarë ka shkaktuar pikërisht këtë radhë kilometrike të regjistruar prej 4 orësh, kemi në lidhje të drejt për drejt nga zona e Bradasheshit, aty ku gjithmonë ndodh ky ngërçi me trafikun, kolegun ton Ronaldo Gjoshi. Atë Ronaldo, si e kemi situatën momentalisht dhe pse ka ardhur kjo situatë e rënduar e trafikut në qytet? Ne bëmë në fakt aktualisht në këto momente që ne po kryejmë të lidhje të drejt për drejt janë pozicionuar pranë rrethit të Bradasheshit, pra ku këtu lidhen disa akse rrugore nga drejtimi i Durrësit që vjen drejt Bradasheshit, drejtimi i Tiranës, por dhe drejtimi të Korçës. Aktualisht në këto momente situata paraqitet të normalizuar, pra ato mjetet nuk ka më radhë kilometrike, pra ato mjetet lëvizin tashme normalisht, ndërkohë që duhet theksuar këtu që para pak minutash apo para pak orësh ka qenë një kaos totale në të disa akse rrugore
duke përfshirë aksin kryesor Librazh-Elbasan, ku ka qenë le themi prej orë të tëra një fluks i madh automjetësh. Automjetë këto të cilët vinin nga pushimet e fundjavës së tyre, nga Korça apo nga Pogadeci apo edhe jashtë Shqipërisë, të cilët janë drejtuar tashme dhe destinacionet e tyre siç është zona e Elbasanit apo në drejtim të Tiranës. Në fakt, prej disa ditësh edhe ne kemi bërë dhe tashme edhe disa herë problematikë për sa i përket aksi rrugor i cili është Librazh-Elbasan, i cili tashme po i nështrohet disa rekonstruksioneve këtij aksi rrugor, dhe kjo është arsyeja që automjetët pra bën radhë kilometrike të automjeteve. Duhet theksuar këtu që janë disa segmente, janë disa vende të këtij segmenti rrugor që po kryejnë punime për sa i përket autostradës së re, dhe për këtë arsye drejtuesit automjeteve janë të detyruar të ulin shpejtësinë dhe si pasojë e uljes së shpejtësisë pra krijohet dhe vargu kilometrik. Pra, Ronaldo, punimet në këto akse ku po ndërhyet pjesë e autostradës, siç ti the, kanë vjuar edhe përgjatë këtyre ditëve festive? Në fakt, punimet kanë vjuar, pa cënuar pra edhe pjesën e qarkullimit automjeteve. Duhet theksuar këtu që në disa segmentet e aksit rrugor Librazh-Elbasan apo Elbasan-Librazh ka dëmtimet të asfaltit, dhe kjo gjë, domethënë me pak fjalë, është dëmtuar asfalti pasi firmat të cilat po punojnë e kanë parë të arsyeshme pra pjesën e këtyre punimeve dhe dëmtimin e asfaltit, dhe kjo gjë ka shkaktuar gropa në rrugë, ndërkohë që automjetet janë detyruar pra të ulin shpejtësinë si pasojë e këtyre gropave, ndërkohë që për shkak të uljes së shpejtësisë më pas janë bërë edhe pjesa e fluksit të automjeteve, të cilët duhet theksuar këtu që për disa ditë e kemi pasur pra në pjesën problematike aksi rrugor i cili lidh Elbasanin me zonën Librazhdit dhe Librazhdin me zonën e Elbasanit. Të falenderoj, Ronaldo, për raportimin e drejt për drejt nga Bradasheshi për të sjellë situatën në kohë reale në lidhje me trafikun e rënduar që ka vijuar prej 4 orësh, fatmirësisht tashmë i normalizuar në Elbasan. Mirë. Ne do të ecim më tej me të tjera informacione nga kronika, do të flasim për një ngjarje të rëndë e cila është regjistruar gjatë orëve të mbrëmjes së sotme në rrugën e re të portit në Durrës, në vendin e quajtur Marfish, ku një automjet i Benz që drejtohej nga shtetasi me iniciale LK 28 vjeç ka aksidentuar për vdekje këmbësorin shtetasin me iniciale RM 68 vjeç, dhe si pasojë e këtij aksidenti 68 vjeçari ka ndruar jetë, mësohet se ishte punonjës i një parkingu aty pranë. Drejtuesi i automjetit, shtetasi LK, është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërkohë që një tjetër aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e së shtunës pranë urës së Peshkatarit në Mullet të Tiranës, ku 46 vjeçari Zaim Ismaili, i cili po kalonte rrugën, u përplas nga autobusi i linjës së Krabës dhe përpasoj nuk mundi të mbijetojë. Pas hetimeve paraprake, policia rrugore arrestoi shoferin e autobusit, Ndriçim Hidri, 56 vjeç, në akuzë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ekspertiza pritet të zbartë të plota shkaqe të përplasjes që rezultoi fatale për 46 vjeçarin. Mos ikni nga ky vend. Është kjo thirrje që përsërit në çdo shërbes prifti gjerman Andreas Waltermann ndaj banorëve të zonave të thella malore. Prej vitesh ai është përpjekur të ndihmojë banorët e Pukës dhe të Fusharësit, por apelon të bëhet më shumë si në infrastrukturë, ashtu edhe në shërbime që e ardhmja të shihet në vendlindje dhe jo në emigrim për këta banorë. Emigrimi masiv i popullsisë në zonën veriore të vendit, vetmia me të cilën jetojnë dhjetra të moshuar në fshatrat e thellë, kryesisht në Pukë e Fusharës, ka bërë që fenomeni shqetësues të ndjehet edhe nga Kisha Katolike. Frata Andreas Waltermann është një prift gjerman. Prej vitesh ka bërë të pamundurën që fshatrat e zonës ku ai shërben të jenë të banuar, duke ofruar bursa për studentët, ndihmuar në krijimin e fermave dhe ka ndërtuar dhjetra banesa, të cilat sot fatkeqësisht kanë mbetur bosh.
Kleriku katolik thot se mungesa infrastrukturës dhe mundësia një pune i ka detyruar të rinj të ikin dhe në një pjesë të madhe edhe gjithë familjen. Se shumë njerëz të rinj kanë ikur dhe edhe familjet dhe do me thënë fshatrat u shvogëlohen, kanë betur shumë njerëz të moshuar dhe unë nuk verej shumë ndryshime në të mirën në këtë zonë, edhe infrastruktura prishet shpesh se nuk riparohet. Drama sociale me të cilën po përballet veriu i vendit ka sjell dhe rënjën e shërbimit arsimor, atë shëndetësor dhe shërbimeve të tjera komunitare, çfarë po detyron dhe të mbeturit ende atje të mendojnë largimin. Për priftin gjerman, jeta në vendlindje është shumë më e qetëse në emigrim. Ndaj mes zymtësisë dhe dilemave që shoqërojnë çdo ditë në shërbesat e tij, Frat Andreas ka dhe një thirrje që e bën nga një i huaj kumbon fort. Detoni këtë vend, mos ikni nga vendi shqiptar. Erdhëm në fund të edicionit qendror të lajmeve në Report Televizion për mbrëmjen e sotme. Ju uroj shikim të këndshëm programacionit të vijim bashkë me Lupaqe.